Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, aktoria e njohur e serialeve i jep fund karrierës. Pas më shumë se 3 dekadash në skenë dhe ekran, aktoria e njohur Cate Blanchett ka njoftuar se po mendon seriozisht të largohet nga aktrimi. Në një intervistë për Radio Times, fituesja e 2 çmimeve Oscar tha: "Familja ime rrotullon syt sa herë që e them, por këtë herë e kam seriozisht. Dua të bëj gjëra të tjera me jetën time." Blanchett, 55 vjeç, ka shprehur më parë ndjenja të ngjashme duke përshkruar marrëdhënien e saj me aktrimin si një lidhje dashurie që kërkon rinovim të vazhdueshëm. Ajo ka theksuar gjithashtu se ndjehet e parahatshme me famën dhe vëmendjen publike, duke preferuar të qëndrojë në periferi të vëmendjes. Pavarësisht deklaratave të saj, Blanchett do të dëgjohet së shpejti në deputimin e saj radiofonik në një monolog 90 minutë të titulluar The Fever, ku luan rolin e një udhëtari të sëmurë në një vend të përfshirë nga lufta civile. Gjatë karrierës së saj të shquar, Blanchett ka interpretuar role të paharrueshme në filma të ndryshëm. Ajo ka fituar 10 çmime prestigjioze dhe është vlerësuar ndërkombëtarisht për kontributin e saj në art. Ndër projektet e saj të fundit përfshihen seriali Disclaimer apo Black Bag. Megjithse nuk ka dhënë një datë të saktë për largimin nga aktrimi, deklaratat e saj të përsëritura sugjerojnë një dëshirë në rritje për të eksploruar kapitull të rinj jashtë botës së ekranit.